Shkruan Arben Malaj, Elisa duhet të sfidojë dhe të meritojë mbështetjen publike të elektoratit gridh dhe të zhgënjyrëve të cilët protestojnë me mos pjesëmarrje edhe në votime. Por sidomos Elisa duhet fitoj shpresën dhe mbështetjen e socialistëve të vërtet. Kur analizojmë qëndrimin deri tani i sfidues të Spiropalit, mund dhe duhet të mbajmë parasysh disa momente. Pas vitit 2005, PS-ja nuk është më partia për cilën shumë socialistë përfshirë edhe mua u inspiruan dhe u bashkuan. Nuk është më një parti e personaliteteve inspiruese si Dritëroj, Profesor Serveti, Nano dhe shumë personalitete të tjerë. PS-ja u krijua dhe arriti të jetë partia me demokraci të brendshme ku nxitej dhe nuk dënoi mendimin ndryshe. PS-ja kishte një proces përzgjedhës dhe promovues për mandatet e larta në politikë, në institucionet kushtetuese dhe në forumet partijake. Pra në këtë rast, Rilindja është një SHPK me pronar të vetëm dhe 100% të aksioneve, ku ndalohet dhe dënohet mendimin ndryshe dhe ku po vërtetohet se lakmia për pasurim kriminal ka infektuar rrënjët e saj. Atëherë dhe Elisa Erioni dhe kushdo tjetër politikanat dhe dashës ka të drejtë të inspirohet dhe të veprojë pa frikë, i udhëhequr edhe nga integriteti i Churchillit kur deklaronte: "Për parimet i ndryshoj partit, por për partit nuk i ndryshoj parimet." E dyta ka një fushat të mirë dirigjuar për ta goditur Elisën që në hapat e para që të tërhiqet. Unë besoj dhe inspiroj që të kemi sa më shumë zëra alternativ deri edhe kundërshtues edhe brenda rilindjes. Aq më tepër që PS-ja është duke utkurrur nga keqeverisja e vendit për shkak të korrupsionit dhe sidomos nga kapja e shtetit. Përballë këtyre sulmeve të divizioneve digjitale shpifse të patronazhistëve nepotik, të sponsorizuar edhe nga krimi për Elisën Erionin, për mua në konkurimin si pavarur për kryetar bashkie në Vlorë vlen shumë shprehja e ke humbur pasurinë, ke humbur pak, ke humbur nderin, ke humbur shumë, ke humbur guximin, atëherë më mirë të mos kesh lindur fare. Elisa duhet vlerësoj rëndësinë e momentit. Nëse inspirohet nga modeli hungarez, duhet kujtuar se Orban u mund duke i dalë përballë jo nga brenda, sepse sipas Senekës nuk ka skllavëri më të turpshme se ajo e vullnetshmja. Rilindasit nuk duan të nxitojnë ta përjashtojnë Elisën vetëm për një qëllim, t'i lënë sa më pak kohë të organizohet për një alternativë të re politike përballë Ramos. Momenti, qartësia, vendosmëria, aftësia inspiruese dhe sfiduese janë kolonat ku Elisa, por jo vetëm Elisa, mund të nisë një lëvizje të re politike përballë pushtetit absolut dhe të babzitur të rilindasve që vetëm rilindje nuk janë. Sepse rilindasit e vërtet vun veten e tyre në shërbim të Shqipërisë, ndërsa këta po e shfrytëzojnë papërgjegjshmërisht vendin përmes një pushteti absolut që korrupton në mënyrë absolute. Një apel për socialistët rilindas që u verbuan nga pasurimi i shpejt deri dhe kriminal vjen nga pastori gjerman Martin Niemöller, kur apelonte: "Kur erdhëm për komunistët, unë nuk fola sepse nuk isha komunist. Kur erdhëm për socialistët, unë nuk fola sepse nuk isha socialist. Kur erdhëm për sindikalistët, unë nuk fola sepse nuk isha sindikalist. Kur erdhëm për hebrejt, unë nuk fola sepse nuk isha hebre. Kur erdhëm për mua, nuk ishte mbetur më askush të fliste." Ky do të jetë fati i deputetëve që vetë shërbejnë, jo si deputet votuesve, por si sklever vullnetar të kryetarit të partisë.